Qelni apo jo seancën? Urdhoni? Qelni apo jo seancën? Ju takon juve ta hapni. Jeni ndoshta për një pak kohë kryetari i parlamentit. Do bësh një pyetje. Ma thuj çfarë pyetje? Po lërë çfarë pyetje? Kjo pyetje e ka përgjigjen kjo. Do e hapësh. Nuk do mund të ndodhë në njëra ajo. Nuk do mund të ndodhë në njëra ajo. Dhe ju siguroj se betejë jonë do vazhdoj gjerë në rikthimin e votës së lirë të shqiptarëve. Mos mendoj njëri se ne intimidohemi, as se ne impresionohemi, për kundrazi. Çdo përpjekje për të përligj vjedhjen vetëm sa dëshmon amoralitetin dhe bashkëfajsin e të gjitha atyre që e ndërmarrin. Sepse vjedhja kësaj here ka ndodhur publikisht me vendime qeverie të pa e fsheh fare. Ndaj dhe ne qëndroj të fuqishëm gjerë në rikthimin dhe kemi besim. Dhe kemi dhe besim se do t'ja dalim. Zoti Berisha, ju Partia Demokratike dhe ju personalisht keni shpresuar shumë tek vota e diasporës. Në fakt, rezultoi që diaspora nuk votoi për Partinë Demokratike. Në fakt, Berisha një shpjegim për këtë? Në fakt,